Rruga e dijes nuk mbyllet kurrë për atë që ka vullnet, pavarësisht të kaluaras apo moshës. Këta burra që do të përmendim thyen çdo paragjykim, duke kaluar nga argëtimet e tepërta dhe zanatet e thjeshta në majat e autoritetit të dijes. Pra, kurrë nuk është vonë. 10 tregime për ata që mendojnë se treni i dijes ka ikur. 1. U binte veglave muzikore, udit sa u bë i famshëm, një tjetër prodhonte verë, i treti ruante delet, i katërti ishte ushtar, një tjetër vizantonte mbi pëllhur, e i pesti humte kohën me shah dhe gjyeti. Pastaj, ju përveshën dijes dhe u bën imam që ndiqen si shembull. 1. Ebu i Kal Galebun, v. 291h. U rit si një njeri dhën pas argëtimeve e shthurjes. Më pas, ju përkushtua dijes, dhënjes së fetvane dhe adhurimit. Vdiq duke qenë në sejdë pas mekamit në Qabe gjatë namazit të taravive. 2. Ebu Talib el Kerki, v. 585h. U binte veglave muzikore aq mirë sa u bë proverbial për këtë. Më pas i la ato, ju përkushtua dijes dhe u bë lidere mësues i madh. Ebu Tahir el Gjabiri e Shafii, viti 633h. Në fillim të jetës së tij ishte prodhues dhe shitës vere. Mirë po përfundoi duke u bërë dietari i tokave të Egjiptit. Ahmed el Kinai, viti 723h. Punoi si baridelesh. Ju përkushtua dijes kur ishte 30 vjeç dhe arriti të memorizonte 400 rreshta brenda një dite të vetme. Ibn el Khatib el Kitai, viti 739h. Punonte si shkrues në zyrat e emirave, pushtetarve. Më pas e la atë punë dhe ju dedikua dijes përmes leximit, shkrimit të librave dhe mësimdhënies. Ibrahim bin Ejbek es-Safedi, viti 742h. Vëllai i historianit të famshëm, kaloi një kohë të gjatë në argëtime, pastaj ju përkushtua plotësisht kërkimit të dijes në moshën 23 vjeçare. Ibn er-Rasam es-Safedi, viti 749h. I ati ishte ushtar, ndërsa ai u rrit si piktor vipëllhur. Shejhu i tij e nxiti drejt dijes. Ai mësoi përmends librin et-Tajiz dhe u bë fakih, jurist. Muhammed bin Irak el Kayati, viti 933h. Ishte i dhënë pas gjuetis, shahut, bigozit, nerdit dhe kalorësisë. Më pas u izolua për kërkimin e dijes derisa u quajt Shejhul Islam. Mahluf el Balbali, viti 941h. U mor me dije në moshë të thyer, la tregtin dhe u përkushtua derisa e memorizoi plotësisht Sahihun e Buhariut. Përfitimi nxjerr nga libri Al-Muteladhidhune bil Ilm.